Zbulo, cilat janë shenjat më me fat dhe cilat duhet të kenë kujdes në muaj ngushtë. Luani, dashuria plot pasion, lidhje që forcohen ose lindin pa shumë përpjekje, puna, energjik dhe në qendër të vëmendjes, projekte që marrin hof, shëndeti shumë i mirë, por duhet pak pushim për të balancuar energjit, fati i qëndrueshëm dhe besnik. Pse në vend të parë? Sepse është në maksimumin e energjisë, mbështetur nga Marsi dhe me sukses në të gjitha fushat. Shigjetari, dashuria ndezur, me takime gjatë udhëtimeve, emocione të papritura, puna, mundësi të reja me kusht që të organizohesh mirë, shëndeti energjik me nevojë për lëvizje fizike, fati veçanërisht i favorshëm në gjysmën e dytë të muajit. Pse në vend të dytë? Pasi rikthehen entuziazmi dhe rritet besimi në projekte dhe dashuri. Peshqit, dashuria e ëmbël me ndjenja të thella dhe ndodhi romantike, puna, rilindje në projekte kreative, intuita udhëheq suksese, shëndeti në përmirësim, por kërkon qetësi. Fati vjen në forma të buta, por shumë efektive. Pse në vend të tretë? Sepse është muaj për rritje emocionale dhe shpirtërore me përfitime të padukshme por të forta. Shenjat me mesatare të mirë. Virgjëresha, dashuria, nevojë për të lëshuar kontrollin, lidhjet përmirësohen me spontanitet. Puna, mundësi interesante, jepi hapësirë mundësive të reja. Shëndeti i qëndrueshëm, por stresi mendor duhet kontrolluar. Muaj i përshtatshëm për riorganizim dhe lëshim të kontrollit. Akrepi, dashuria shumë e fortë dhe papritur, kërkohet sinqeritet, puna, intensitet, por edhe tensione, mos provoko. Shëndeti emocionalisht i ngarkuar, por fizikisht mirë, një muaj fuqishëm për transformim dhe vendime të rëndësishme. Peshorja, dashuria, nevoja për sqarim dhe vendime të ndershme. Puna, ngecje të vogla, por me potencial të mirë në fund të muajit. Shëndeti, kujdes për shtyllën kurrizore dhe qëndrimin, muaj reflektimit dhe vendosmërisë për të ardhmen. Shenjat më të sfiduara në gusht 2025, ujori. Dashuria kërkon liri, por mund të komunikojë qartë ndjenjat. Puna, ide brillante, por ka nevojë për bashkëpunëtor. Shëndeti, kujdes ndaj lodhjes mendore dhe stresit teknologjik. Shenja e paparashikueshme në gusht. Rezultatet varen nga mënyra si përballon emocionet. Gaforja, dashuria, rikthimi i ndjenjave, por ndonjëherë mbi ngarkesë emocionale. Puna, në vlerësim nga të tjerët, kërkon riorganizim të brendshëm. Shëndeti, ankthi në nivele të ulta, duhet menaxhim emocional. Emocionet fuqishme, por kërkon maturit dhe vetbesim për t'i përballuar. Demi, dashuri, nostalgji dhe rikthime nga e kaluara. Pozitiv nëse nuk ka iluzione. Puna, stabilitet, por pak guxim i munguar. Shëndeti lidhur me zakone të ngrënjes. Një muaj i qetë, por jo pa dilema. Suksesi varet nga fleksibiliteti yt. Binjakët, dashuria, argëtim, por edhe si përfaqësi. Rrezik për keq kuptime. Puna, idet janë të mira, por mund të mos përmbushen. Shëndeti, kujdes ndaj pagjumësisë dhe luhatjeve të humorit. Duhen më shumë përkushtim dhe qartësi në komunikim. Bricjapi, dashuria, e vështirë për të shprehur ndjenjat, ke nevojë për hapje, puna, sukses profesional, por neglizhencë e jetës personale. Shëndeti, lodhje nga ngarkesa mendore, i fort në punë, por emocionalisht duhet të rishohësh prioritetet. Dashuria, konflikte nga nxitimi dhe mungesa e durimit. Puna, rilindje energjie, por ka rrezik për dështime dhe nga premtime të kota. Shëndeti mirë, vetëm nëse punon mjaftueshëm. Një muaj sfidues emocionalisht, mëso të frenosh impulsin për të evituar gabimet.